Komuna e Qairit organizoi një mbledhje komemorative në nderim të jetës dhe veprës së shenjtë të Shpat Kasapit, artist që solli në skenë zërin e një brezi, miqt kolekt, artëdashësit dhe të gjithë qytetarët sot u bashkuan në komunën e Qairit për të ndarë së bashku dhimbjen për të kujtuar me nder dhe dashuri zërin buzëqeshjen e tij dhe për kushtimin ndaj artit që la pas. Ikja e Shpatit na la pa fjalë, por jo pa kujtime. Zëri i tij do të vazhdojë të këndojë në zemrat tona, edhe kur heshtja rëndon mbi këtë humbje të pabesueshme. Shpati u largua shumë herët, por drita e tij mbeti pas, në këngët që na gëzuan, në buzëqeshjen që s'na tradhtoi kur, në zemrat që i preku me mirësi. Është e dhimbshme të pranosh se një shpirt kaq i gëzuar nuk është mes nesh, por ai la pas një trashëgimi që nuk shuhet, dashurinë e njerëzve dhe artin që e bëri të pavdekshëm. Edhe pse u shua një jetë, u ndes kujtimi i tij në mira zemra. Shpati jeton në çdo melodi, në çdo varg, në çdo kujtim që na rikthejmë buzëqeshjen mes lotëve. Nuk ka fjalë që e qetësojnë këtë dhimbje, por ka një të vërtetë të madhe. Njerëzit si Shpati nuk ikin kurrë. Ata mbeten aty ku dashuria i ruan përjetësisht. Le të ndalemi në një qast bashkë me familjen e tij, me të afërmin dhe gjithë ata që e deshën, ta përkujtojmë Shpatin, por me mirënjohje për momentet që na i dhuroi përmes muzikës, për buzëqeshjet, emocionet dhe energjinë e pakrahasueshme që solli në çdo këngë. Një artisti të mrekullueshëm me shumë virtyte, një artisti shumë modest, të një njeriu që mua si Silvie më ka kompletuar, më ka mbështetur, më ka respektuar dhe më ka dashur dhe mbi të gjitha më ka falur me djalë si drita. Roeli është vetëm 3 vjet e gjys, dhe ai ende nuk e kupton se nuk e ka babain e tij dhe unë nuk e di si do rritet me këtë dhe nuk e di kush do ta tregoj. Por e di se ai është shumë krenar për baban e tij, ka dashur shumë Shpati, është përkushtuar deri në frymën e fundit që Roeli të jetë me gjitha të mira, të rritet me gjitha virtytet. Roeli do jetë shumë krenar dhe sidomos do jetë krenar bashkë kur të shoh se sa prej jush e keni dashur Shpatin, sinqerisht ashtu siç duhesh dhe të duhet Shpati. I kam thënë shpesh dhe Shpatit, Shpat, ti je shumë i mirë për të jetë, je shumë i sinqert për të botë tonë mizore. Dhe sinqerisht sot ju falenderoj shumë që ju mlodhët të na jepni forcë, të na jepni përkrahje. Shpati të pret në paqe dhe s'do ta harrojmë kur. Është një paraqitje më e rëndë për mua në jetë. Kisha përballu çdo sfidë, çdo mikrofon të të drejtën, po një t'ju përshëndes. Shkuar të nderuar miq, koleg, zotëri kryetar, vizit me gjithi. Familja e madhe e Shpatit, nana Gjylmësera, Silvia, vlla si vlla Albini dhe motra Johana. Dhe gjithë tjerët. Shpati na krejt e njohim si njeri i mirë, pozitiv, gjithmonë me buzëqeshje, i mirësjellë me krejt njerëzit, thjesht njeri me shpirt mirë dhe zemër pastër. Edhe unë mendoj që prandaj ai si artist ndriçojke që ditën e parë kur e kena pa në skenë krejt na. E mbaj mend ka qenë viti 2002, 2003 besoj. Ishte artist me karizëm, i talentuar dhe veçantë. Edhe unë e di që këngat e tij janë një kujtim i veçantë për secilin prej neve. Do jenë dhe besojmë të mbesin për gjithmonë. Unë besoj që këto 3 ditë jemi dëshmitare dhe pam se sa i madh ka qenë respekti ndaj tij, jo vetëm si artist, por edhe si person, si njeri. Se këtë është fama, këtë është kënga, këtë është suksesi, këtë është pasuria, nëse mungon respekti njerëzor. Një humbje e madhe për të gjithë ne shqiptarët. Shpat, një artist në shpirt, por mbi të gjitha një njeri me zemër të madhe, i dashur për të gjithë ne, i sinqert,
dhe gjithmonë i buzëqeshur. Kujtimi për ty, valla, do t'jetë i përjetshëm. Do të kujtojmë nëpërmjet këngëve të tua, të cilat asnjëherë nuk do të tingëllojnë njësoj pas kësaj që ndodhi tani. Shpati është një zë i veçantë dhe artist i madh, i cili solli këngë që bë pjesë e jetës sonë, këngë që u këndua në festa, në gëzime, në mall dhe në dashuri. Pra ishte kudo dhe për herë. Shpati kishte një shpirt muzikor autentik, që dalloi e veçoi nga të gjithë të tjerat. Për te artit, Shpati ishte njeri i qeshur, i sjellshëm me i dashur. Energjia e tij pozitive ndihej kudo dhe kujtimet për të mbeten paq të forta sa këngët që la pas. Trashëgimia e tij muzikore është e çmuar dhe do të jetojë gjatë. Këngët e tij do të vazhdojnë të dëgjohen me të njëjtin emocion dhe respekt që ka shoqëruar karrierën e tij. Kontributi i Shpatit është pjesë e kulturës sonë moderne dhe do të mbetet i vlerësuar brez pas brezi. Shpati ishte një zemër e bardhë, një shpirt i gëzuar që jetonte me këngë në buzë dhe me dritë në sy. Prania e tij na dhuroi melodi që u bën pjesë e jetës sonë dhe ikja e tij na la një boshllëk që s'mund të mbushet. Por arti i tij mbetet si dëshmi e pafund të pasionit, dhuratë për zemrat tona dhe trashëgimi për brezat që vijnë. Të bashkohemi për të nderuar jetën e tij, për të përkujtuar me respekt, me art, me dashuri, siç e meriton një burr, mik, artist dhe njeri i ndershëm. Kujtimi yt qoftë për jetë i ndritshëm. Shpat Kasapi.